Veç me opozitën po merreni, a ka raste kur po ua bëjnë këtë pyetje edhe në teren, kur po ju shohin me këto aksione? Tu ardhë këtu një shok më shkrujt i tha, po shkon në emision, po i sholla se sulmon aty opozitën, se mas ne i dura me sulmun e ty, me humor sigurisht, edhe ajo është një prej atyne që se dënë Kurtin heq, edhe ky komend nëse vjen brej dikuj, vjen brej këtyne zakonisht, këta që nuk e dojnë Kurtin, unë po du mja u spjegu këtu që fushat ajo nuk ka të bëj kështu që po e kursejmë na Kurtin. Ideja është që ky Kurti është qaqe rrezikshëm, sa që nuk muj mjalon fatin e Kosovës në dorë, një opozite të tillë për me rrezu këtë rrezik kaq të madh si Kurti. Jo mbo 10 ditë, nështë që e kemi nisë këtë, me thonë, fushatën ma intenzive, po njerëzit i kishim pas harru edhe një 6 vjetë aktivitet pareshtur tonin kundër Kurtit, edhe i kishim pas harru po ashtu një 6 vjetë heshtjen e kësaj opozite parlamentare të zhytur në luks, në rahatin e tyre personale, edhe kishim pas prit që diqysh PSD-ja ja u zgjidh problemet e tëne. Ne jemi të garu për herë të parë, edhe ata që kam pas iluzion që kur të garëm PSD-ja, ka me thonë votën e PDK-n, LDK-n, AK-n, e kam pas gabim. Ne jemi të garu këtu për mi ofru opozit këti vendi, sepse në Kosovë shumë qeveri ka. Qeveri ka gjithkon, ka në borde, ka në televizion publik, ka mrena studio televizive, ka gjithkon qeveri, opozit s'ka pas, Haris. Dhe ne po garojmë për këtë opozit.